Të gjithë hani hudhra, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës kur e hani në darkë. Që në lashtësi, hudhra ka qenë një aleate e mirë e njerëzimit kundër një sër komplikacionesh. Ajo ndihmon gjithashtu edhe në mbarvajtjen e funksioneve të shëndetshme të zemrës. Hudhra pakson gjasat e shfaqjes së komplikacioneve dhe mban larg edhe infeksionet. Vlerat më të mira hudhra i ofron nëse konsumohet ashtu siç është e papërpunuar, sepse gatimi i saj do të tjetërsojë të gjithë përbërësit mineral të kësaj barishtje. Por cila është koha më e mirë për të konsumuar hudhrën? Ekspertët thonë se koha më e mirë për të ngrënë hudhër është përpara se të flini ose edhe herët në mëngjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kur bakteret në stomak janë gjithashtu në gjendje më të brishtë dhe janë më efektive elementët e hudhrës për t'i mposhtur ato. Por çfarë ndodh me organizmin tuaj kur hani hudhër në mbrëmje? Përfitimet e konsumit të hudhrës në mbrëmje do t'i listojmë në këtë video sipas WebMed. Do të ofroj një detoks më të mirë të mëlçisë. Hudhra mund të shtypet dhe më pas të konsumohet në mbrëmje, kështu do të çlirojë enzimat që luftojnë qeliza të dëmshme, toksinat dhe bakteriet. Sulfuri tek hudhra do të punojë për pastrimin e mëlçisë nga toksinat dhe metalet të rënda dhe mund të japë rezultate mjaft të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu hudhra cilësohet si antibiotiku i natës. Nëse konsumoni 1 ose 2 thelpi hudhër të grirë në mbrëmje, atëherë ju do të forconi më mirë sistemin tuaj imunitar dhe ai do të jetë në gjendje të luftojë të ftohurën, gripin dhe problemet inflamatore. Për më tepër, hudhra gjatë mbrëmjes do të pastrojë mushkëritë nga sekrecionet. Hudhra është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin e lëkurës. Duke ngrënë një thelpi hudhër përpara gjumit do të stimuloni rigjenerimin e qelizave. Ekspertët thonë se hudhra do të luftojë bakteriet të cilat shkaktojnë edhe akne dhe do ta mbajë lëkurën tuaj më të pastër dhe mbi të gjitha më të shëndetshme. Përfitimet të tilla të hudhrës do të jenë të mira edhe kundër problemeve të kolesterolit të ulët. Hudhra e mban zemrën e shëndetshme, ajo ul kolesterolin dhe mban larg komplikacionet e saj. Ngrënia e 1 ose 2 thelpi hudhër të papërpunuar në mbrëmje e mban konstant nivelin e kolesterolit të mirë dhe përmirëson gjithashtu edhe enët e gjakut, që janë shumë të rëndësishme për mbarvajtjen e shëndetit të zemrës. Ndjekja e konsumit të tillë të hudhrës në rutinën tuaj të përgjithshme mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përfituar më shumë organizmi dhe shëndeti juaj në tërësi. Konsumi i hudhrës në mënyrë të rregullt është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të kyçeve. Konsumi i hudhrës në mbrëmje i bën mirë kyçeve tuaja, sidomos ato të prekura nga artriti, sepse kjo lufton edhe inflamacionet dhe zbut dhimbjet. Hudhra nuk duhet të konsumohet në mbrëmje nëse vuani nga ulçrat ose edhe nga tensioni i ulët i gjakut. Nëse merrni medikamente për këto komplikacione, konsultohuni me mjekun tuaj përpara se ta shtoni atë në dietën tuaj të përgjithshme. Konsumi i hudhrës në dietën tuaj në mënyrë të rregullt do të japë efekte të mira ushqyese. Hudhra kakao që përdoret gjithashtu si një prej ilaçeve më të mira ushqyese në trajtimin e një rangu të gjerë të komplikacioneve, të cilën ndikojnë drejtpërsëdrejti në organizëm edhe mund të shkaktojnë kushte të ndryshme shëndetësore. Hudhra përdoret për zemrën gjithashtu edhe për sistemin e gjakut. Ajo ndihmon në stabilizimin e shtypjes së gjakut, shmang komplikacionet e zemrës dhe mbi të gjitha është e mirë edhe kundër arteriosklerozës. Disa prej këtyre pretendimeve mbështeten edhe nga shkenca. Disa njerëz e përdorin atë për të parandaluar krijimin e radikaleve të lira të zorrëve, të stomakut, gjirit, prostatës dhe mushkërive, dhe cilësojnë atë një nga produktet më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Hudhra prodhon një përbërës të quajtur alicin. Alicina i jep erën hudhrës që ajo ka, por a keni dëgjuar ndonjëherë se njerëzit që përdorin atë mund t'i ofrojë edhe shumë përfitime të mira
në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Gjithashtu, ushqyerja e shëndetshme me hudhër mund t'japë organizmit tuaj dhe përshtypës një element ushqyes edhe në pastrimin e gjakut. Pas 30 minutash të konsumit të hudhrës, ju do të keni përfitimet e saj kryesore në organizëm. Ekspertët cilësojnë mbajtjen e hudhrës në gojë për 30 minuta si një element ushqyes kundër problemeve orale, duke ndihmuar kështu në një gojë më të shëndetshme dhe duke mbajtur larg edhe problemet e mishrave të dhëmbëve. Ekspertët, sidomos ato të mjekësisë kineze, cilësojnë atë si një nga teknikat më efektive që njerëzit mund të përdorin edhe për të përmirësuar shëndetin oral, duke mbajtur larg gjithashtu edhe inflamacionet e zgavrës së gojës. Hudhra e egër është e pasur me vitamina dhe minerale të shumta, përfshirë këtu vitaminën C. Vlerat shëruese të hudhrës janë thuajse të panjohura, ndonse për ekspertët e mjekësisë alternative rekomandojnë këtë barishte si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Të dhënat e specialistëve tregojnë se hudhra është përdorur prej shumë vitesh edhe në mjekësinë popullore, sidomos në lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen imunitetit në tërësi. Bima e hudhrës së egër ose lerthi arritet në zonat malore kryesisht në pyje, por së fundmi njerëzit po e përdorin atë dhe po e kultivojnë edhe në fusha. Ekspertët këshillojnë gjithashtu përdorimin e hudhrës së freskët, si një nga alternativat më të mira ushqyese në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ekspertët e shëndetit thonë se, për shekuj hudhra është konsideruar si një ilaç i shenjtë dhe besohet se mund të lehtësojë edhe komplikacione të ndryshme të organizmit, ndaj ata e rendisin si një nga erëzat më ushqyese. Ja cilat janë disa nga vetit ushqyese të konsumit të hudhrës në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sipas Healthline. Së pari, hudhra ka efekte të mira ushqyese edhe me fuqi antibiotike dhe përdorimet e saj në mjekësinë tradicionale kanë dhënë zgjidhje kundër një sër komplikacionesh. Disa analiza laboratorike kanë dëshmuar se hudhra është dëshmuar se alicina e saj mund të largojë baktere të dëmshme, të cilat mund të ndikojnë në shëndetin tuaj imunitar. Hudhra mbron po ashtu edhe kundër problemit të radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se njerëzit që konsumojnë hudhër kanë më pak prirje të vuajnë nga këto probleme të këqija, të cilat shkaktohen edhe nga krijimi i radikaleve të lira në organizëm. Hudhra po ashtu mbron edhe kundër problemeve të zemrës, pasi që do të relaksojë enët e gjakut dhe do të reduktojë kështu presionin e gjakut. Përbërësit e hudhrës edhe klinikisht kanë dëshmuar se ndihmojnë arteriet të pastrohen nga kolesteroli si edhe e bëjnë gjakun edhe më pak të ngjitshëm dhe më pak të prirur që të krijojnë mpiksje dhe probleme të njëpasnjërshme të tilla. Ekspertët këshillojnë përdorimin e vazhdueshëm të hudhrës në dietën e përgjithshme si një element ushqyes edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular. Hudhra është e pasur gjithashtu edhe me antioksidant. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës dhe mund të luftojë një numër të lartë të bakterjeve, sidomos ato të cilat krijojnë edhe komplikacione në rënien tuaj të imunitetit, citon Healthline. Problemet me shumicën e antibiotikëve është se bakteriet krijojnë rezistencë ndaj tyre, por kjo nuk ndodh me konsumin e hudhrës në mënyrë të rregullt në dietat tuaja të përgjithshme. Gjithashtu, hudhra mund të cilësohet si një produkt fantastik edhe për përmirësimin e shëndetit të lëkurës kundër problemit të akneve. Shumica prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm për ta mbajtur lëkurën më të pastër dhe mbi të gjitha edhe më të shëndetshme. Por ekspertët kanë dëshmuar se aplikimi i recetave me hudhër në lëkurën tuaj me akne mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në reduktimin e krijimit të komplikacioneve të saj. Nëse doni që të largoni aknet e fytyrës, përdorimi i recetave në kombinim me hudhrën mund të jetë një mundësi shumë e mirë, edhe kundër shenjave që aknet mund të krijojnë në shëndetin tuaj të lëkurës.
Hudhra është një produkt fantastik edhe kundër mpiksjes së gjakut. Mund t'japë rezultate mjaft të mira ushqyese edhe në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Provat klinike, të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension, kanë treguar se presioni i gjakut të vullnetarët është zvogëluar me 1 deri në 5% pasi kanë konsumuar hudhër në dietën e tyre të rregullt ushqyese. Kjo gjë mund të zvogëlojë shanset për goditje në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundje të zemrës me 25 deri në 30%. Hudhra përmban efektet mjaft të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.